Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në info të fundit për këtë javë në një ditë të veçantë, së pari urime festa e flamurit të gjithë shqiptarëve kudo që janë, 28 nëntori, dita e pavarësisë së Shqipërisë, por dhe gjithë kombit shqiptar. Se si erdhi deri tek 28 nëntori kjo datë, pra për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë me 1912, do të flasim sonte me profesorin, historianin Ibrahim Gashi, por si zakonisht së pari ju ftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Shqipëria sot ka festuar 113 vjetorin e pavarësisë. Krerët e shtetit shqiptar, presidenti Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e shumë personalitete tjera politike e publike kanë marrë pjesë pranë monumentit të pavarësisë në Vlorë, ku zhvillua ceremonia e ngritjes së flamurit duke nderuar gjithë ata që luftuan ndër shekuj për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka uruar gjithë shqiptarët për ditën e pavarësisë së Shqipërisë, duke thënë se 113 vjete më parë, në Vlorë u ngrit flamuri që bashkon zemrat e gjithë shqiptarëve kudo që janë. Sot, kur u ngrem përsëri këtë flamur kusheze, nderojmë jo vetëm ditën e pavarësisë së Shqipërisë, por dhe sakrificën e gjithë kombit. Nga Vlora në Prishtinë, nga Shkodra në Shkup, në Mitrovic, Preshev e Ulqin, në Mërgat e kudo që rrej zemra shqiptare. Ky flamur është historia jone përbashkët, simboli që na bashkoi në ditët më të vështira dhe që na udhëheq sot drejt një të ardhme evropiane, ka thënë Osmani. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, me rastin e 113 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, ka uruar për, siç ka thënë, nëntor të tretë. Natyrisht, si kombe evropian, syt i kemi të kthyer ka ardhmja, ka një nëntor i tretë, që duhet të vijë nëpërmjet përpjekjeve tona, punës dhe përkushtimit ton të vazhdueshëm. Ky nëntor i tretë, edhe nëse nuk do të bjerë në këtë ditë, edhe nëse nuk do të jetë muaj i nëntorit, ne mund ta pagëzojmë që sot si 28 nëntori ynë i tretë. Atëherë amaneti i të gjitha dhjetarëve shqiptar, të gjallë e të vdekur, do të përmbushet. Urojmë që kjo ditë të vijë sa më shpejt, ka shkruar Kurti në Facebook. Ish presidenti Hashim Thaçi, duke shprehur revoltën e tij për mbajtjen e seancës më 28 nëntor, ka uruar të gjithë shqiptarët për ditën e flamurit. Ky reagim ndodhi në konferencën përgatitore në çështjen ndaj tij, e cila po mbahet pranë dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. Thaçi tha se kjo seancë do të duhej evituar, ndërsa shprehu besimin që nëntorët e tjerë do t'i festoj bashkë me gjithë shqiptarët në vendin e tij. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës, edhe kujton, edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër, veç t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dinjitet. Besoj që nëntorit e tjerë do t'i festojnë bashkërisht. Faleminderit shumë. Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, bashkë me përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje, ministra në detyrë kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Pas homazheve ai tha se kjo ditë është e shenjtë dhe se i bashkon të gjithë shqiptarët. Kjo është një ditë festash për shqiptarët kudo që ndodhen, është një ditë e shenjtë për neve dhe prandaj qytetarët nga të gjitha trevat, përfshirë nga Mërgata, vinë edhe festojnë këtu në Prekozin e lavdishëm, një ndër vendet më të shenjta që ka trevat shqiptare. Prandaj qofshim të bashkuar gjithmonë.
Përfaqësues të Partisë Demokratike të Kosovës kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, në ditën e flamurit dhe ditëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Me këtë rast nënkryetaria e PDK-s Flora Qitaku ka thënë se Prekazi është kujtim dhe mësim i përhershëm që Dheu duhet dashur pa kushte. Ajo u shpreh se edhe në këtë 28 nëntor po mungojnë liderët e luftës, Hashim Thaçi dhe të tjerë, të cilët po përballen me një proces në Hag. Nga do që të nisemi si kom, nga këtu fillojmë, nga Prekazi legjendar, nga Prekazi i sakrificës, nga Prekazi i heroizmit, nga Prekazi që është një kujtim dhe një mësim i përhershëm, që atë Dheu, liria duhet të duhen pa kushte. Atë Dheu, liria jam para kusht për krijimin e çdo vlere tjetër. Nuk jam këtu si politikane, para së gjithash, jam si shqiptare, me përulje dhe me respekt për sakrificën e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari në këtë festë të shumëfisht. Në 28 nëntorin e para 28 vjetëve, bashkë me 2 shokët e luftës shkruan historinë. Davut Haradinaj, Muj Krasniqi e Recep Selimi i treguan botës për përpjekjet e shqiptarëve për liri e pavarësi. Kjo datë e gdhendur sot në gurët e historisë shqiptare shënon daljen e parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Një nga 3 figurat që doli para mijëra njerëzve ishte Davut Haradinaj, i cili tregon për detajet e asaj dite. Edhe aty të një ma shumë u kuptus që është gjanës. Në tonë kishtë pas një 2 luftim në vëjnik të Abidin Regja, forcat serbe gjatë të Regjës, pastaj kishin sulmu shkollën, në tonë ku kishtë mbet i vrarë mësusi Halit Geci, edhe në Laush, në tonë aty në konsultim e Sipri, u diskutoj këtë ceremonia e varrimit mësusit, kishte rreshjet ndaja të sheu, kemi të kjarë, në tonë kushtet atmosferike nuk janë konë shumë përshtatshme, po shumica e njerëzve që kanë qenë mobilizum aty, në tonë në zonë, të përfshi prej komandantit Adem Jasharit e burrave tjerë, që janë sot herojnë një pjesë e madhe e tyne, ideja ka qenë më bo gati për një 2 luftim, sepse pritej një sulm i ri i forcave serbe, por siç duket e kishin mësu keq një ditë më herët edhe ajo nuk ndodhi. Raportet e aceruara mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryeministrit Edi Rama po reflektohen gjithnjë më shumë në marrëdhëniet nëpërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, duke sjellë një zbejje të ndjeshme të bashkëpunimit ndërshtetror, thon analistët politik. Analistët vlerësojnë se mungesa e takimeve të rregulla ndërqeveritare dhe komunikimi kufizuar politik po krijojnë një atmosferë stagnimi, ndërkaq vlerësojnë se narrativat e ndryshme politike të 2 kryeministrave, çësjet e kundërta në çështjet rajonale dhe mosdakordsitë e përsëritura, kanë krijuar distancë mes 2 qeverive. Pritjet kryet herë, sidomos nga ana e Kosovës, kanë qenë që të kemi një raport edhe më aktiv, edhe më dinamik, në raport të interesat përbashkëta që janë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo nuk ka ndodhur, përkundrazi kemi një regres të raportit zyrtar, po themi, ashtu pavarësisht pse kemi një numër protokolle, marrëveshje të nënshkruara, problematika ka qenë te qetësimi i tyre në terren, dhe për mua ka qenë e çuditshme se si është e mundshme 2 lider, 2 kryeministra vendeve, në sens punë që vinë nga një familje ideologjisë politike, të kenë këtë animozitet të raporteve të tyre kaq lartë, sa Kosova dhe Shqipëria sot mos të duken që i kanë raportet tash mira përveç asaj që është natyrshme që i lidh kombin shqiptar, po jo në aspektin e raportit ndërshtetnor, pavarësisht se janë disa, gjithsesi se është investuar për dekadat tona, mirë po jo në nivelin e kënaqshëm. Flasim edhe për këto mbledhjet e qeverive që nuk kanë ndodhur siç e thatë edhe për vitet tona tani më. Duket që Shqipëria me Kosovën nga viti në vit janë shumë larg me njëra tjetrën. E para që narrativa qoftë e Zotit Rama dhe qoftë e Zotit Kurti, gjithmonë më shumë po i largon nga njëra tjetra, po duket që edhe në fusha të tjera Kosova dhe Shqipëria po largohen jashtëzakonisht. Nëse nuk do ishte arti, nëse nuk do ishte kultura, nëse nuk do ishte sporti, unë mendoj që
do ishim jashtëzakonisht larg me Kosovën. Fajtorët për këtë, nëse do ishte fjala më e përshtatshme, po mendoj që janë dy kryeministrat aktual të Kosovës dhe Shqipërisë. Në Kosovë i qeverisë tranzitore zoti Kurti dhe në Tiranë zoti Rama që ka marrë mandatin e katërt. Që zoti Rama në shumë momente i qaset Kosovës sikur është pjesë e Bashkimit Evropian dhe Kosova nuk është, themi, shtet ku mbizotëron kombi shqiptar. Dhe besoj ky është ai problemi shumë i madh ndërmjet dy vendeve tona. Shikues nderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio me profesorin Ibrahim Gashi. Zoti Gashi, mirë se erdhat në InfoD. Urime së pari kjo ditë e flamurit, ditë e veçantë për kombin shqiptar, prof. Faleminderit shumë, urime dhe juve, urime dhe gjithë shikuesve tuaj dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Sigurisht që është dita më e veçantë, dita më e shënuar edhe ngjarja më qendrore në historinë më të rejtë shqiptarëve. Profesor, si erdhi deri tek gjatë historisë kemi lexuar e kemi mësuar, po si erdhi deri tek 28 nëntori që shpalli pavarësia e Shqipërisë? Si u vendos kjo datë? A ishte paraprake e vendosur apo si më thon erdhi momentumi që kjo datë të jetë dita e MVSI-së së Shqipërisë? Po ka një trajektore të gjatë historike të një lëvizje që çojë te 28 nëntori. Dhe ajo fillon, madje mund të thuhet që fillon në fillim të shekullit të 19 me pashallaqet e mëdha shqiptare, një përpjekje e pashallarëve shqiptar edhe në veri pra bushatlive në Shkodër, po edhe në Jogalipasht e Pelenes për të qeverisë sa më të pavarur nga Perandoria Osmane. Sigurisht që Perandoria arriti me i shtyp këto dy pashallaqe, po nuk arriti me shtyp lëvizjen kryengritëse shqiptare, e cila ishte një farë mënyrë në kontinuitet gjatë viteve 30-ta dhe gjatë viteve 40-ta të shekullit 19, për të rikthy prapë dhe për të ripërtri gjatë viteve të krizës lindore, të luftës ruso-osmane, kur Perandoria Osmane humbi luftën prej Rusisë, kur Rusia imponoi një traktat që na e njohim si traktati i Shën Stefanit, i cili cedon të territorës shqiptare në favor të shteteve ballkanike, konkretisht të Serbisë, të Malit të Zi, po edhe të Bullgarisë dhe të Greqisë, dhe rrjedhimisht shqiptarët morën atë përpjekjen e parë serioze për t'i kundërshtuar këto vendime të fuqive të mëdha, në cilat u rikonfirmuan pothuajse në tërësinë e tyre edhe në Berlin, në Kongresin e Berlinit të korrikut vitit qershor korrik 1878, dhe shqiptarët për t'u kundërpërgjigj këtyre vendimeve krijuan lidhjen e Prizrenit, të parën, si më thon, organizatë politike që kishte si synim ruajtjen e tërësisë territoriale të tokave shqiptare dhe bashkimin e 4 vilajeteve shqiptare në një vilajet autonom. Sigurisht që lidhja arriti me u shndru edhe në një qeveri të përkohshme të shqiptarëve dhe me kriju edhe një forcë mbrojtëse të këtyre territoreve, e cila u dëshmu në masë të konsiderueshme dhe të suksesshme në mbrojtje të domethënë të vendimit për dhënien e Plavës dhe Gucisë Malit të Zi, pastaj Plava dhe Gucia u mbrojtën nga forcat e lidhjes, fuqitë e mëdha e zëvendësuan me Hotin dhe Grudën, po edhe Hoti dhe Gruda u mbrojtën fuqishëm nga forcat e lidhjes dhe nuk ranë në durë të malazezve, fuqitë e mëdha për të zbatuar vendimet e Kongresit Berlinit e bën një, si me thonë, zavendësim që në vend të këtyre trevave të jep i qyteti Ulqinit malazezve, po edhe sa i takon Ulqinit, forcat e lidhjes bën një mbrojtje të heroike derisa u involvu ushtria osmane, po edhe fuqitë e mëdha ishin shumë prezente, shumë afër me flotën e tyre për të adorzuar malazezve Malin e Zi. Dhe kjo histori nuk përfundoi këtu. Shqiptarët këtë e tutje do të veprojnë më të organizuar. Fillimisht ata, edhe pse u shtyp lidhja shqiptare Prizren vit 1881, shqiptarët i intensifikuan përpjekjet për ta konsoliduar lëvizjen kombëtare. Tashmon një platformë kombëtare ishte kriju, pra ajo ishte bashkimi 4 vilajeteve në një shtet autonom. Po sigurisht që forca, domethënë mbështetëse, ishte akoma e pamjaftueshme për të realizuar këtë në konstelacionin edhe rajonal edhe ndërkombëtar që ishte në këto vite. Dhe normalisht shqiptarët i dhanë, rilindasit i dhanë prioritet të emancipimit kombëtar, pra hapjes së shkollave në gjuhën shqipe, për hapjes së arsimit shqip,
Dhe në fillim në fund të shekullit, pra në kapërcyll të shekullit nga shekulli 19 në shekullin 20, kemi edhe një përpjekje prap të elitave politike në vilajetin e Kosovës, kemi krimin e lidhjes së PES Besa Bes, të udhëhequr nga Haxhi Zeka, e cila kishte pretendime që një farë mënyre që t'i shpuste vilajetet shqiptare nga dhe t'i bashkonte ato në një vilajet, po që do të mbikëqyren nga fuqitë perëndimore, specifikisht. Për t'ju shpetu, si me thonë, synimeve gradbjetëshare dhe ekspansioniste që tashmo s'po I fshehnin monarkitë balkanike, që tashmo ishin bo shtetet pavarura, Serbia, Mali, Zi, por edhe Greqia. Dhe në këto rrethona, do me thonë dhe lidhja PES nuk arriti me se ndërtu idenë e krijimit të një shteti shqiptar, dhe pastaj kemi ato kryengritjet për lirinë e Shqipërisë të viteve 1903-1907, dhe së fundi vim të Kongresi I Alfabetit I vitit 1908, I cili ishte arritura më e madhe në fushën e iluminimit shqiptar, në fushën e kulturës dhe të arsimit shqip. Pastaj kemi revolucionin Gjon Turk të vitit 1908, ku regjimi, si me thonë, autokratik I Sultan Abdul Hamidit u zavendësun nga një qeveri kushtetuese, u rikthy kushtetuta, pra u zavendësun nga partia Bashkim dhe Përparim e Gjon Turqve, cilët me revolucione përmbysën regjimin e Sultan Abdul Hamidit. Këtu ndihmuan shumë edhe shqiptarët, sepse edhe kishin premtime se do të realizonin një pjesë madhe të drejtave në qeverinë e re Gjon Turke. Sigurisht që arritur ishte rikthimi I kushtetutës vit 1876, pra shpallja e hyrjetit ose rikthimi I kushtetutës dhe qeverisjes me kushtetut tash, formimin I parlamenti, ku edhe shqiptarët ishin prezent. Mirë po shumë shpejt, edhe qeveria Gjon Turke filloi me I bishnu zbatimit e atyre premtimeve që I kishte dhënë për shqiptarët. Natyrisht shqiptarët përfituan në shpejtësi diçka nga kjo periudhë, pra krijuan klubet edhe shoqëritë kulturore shqiptare, hapen shkolla në gjuhën shqipe, u hap edhe Normalja e Elbasanit dhe krejto të arritura ishin një farë para pregaditje që të shkohet drejt një akti final, që nuk ishte ende plotësisht I artikuluar si pavarësi e Shqipërisë, sepse mendoi që Perandoria Osmane do të reflektonte dhe do të përmbushte kërkesat e shqiptarëve. E vërtet ajo doli e kundërt, pra Perandoria nuk bëri asnjë lëvizje që të përmbush ato premtime, shqiptarët do të rebelohen edhe në vitin 1909, kryengritjet e vitit 1909 dhe sidomos 1910, 1911, dhe ajo më e madhja pra kryengritja e përgjithshme e vitit 1912, I dhanë goditje po thuj vendimtare, kjo e fundit e vitit 1912, e qershor gosht 1912, që shpërtheu në rrafshin e Dugaxhinit, në rrethinat e Pezë dhe Gjakovës, e pastaj u zgjeru me shpejtësi, duke çliruar njërin pas tjetrës qytetet e atëhershme si Gjakovën, Pejen, Prishtinën, Ferizajin dhe së fundi edhe kryeqendrën e vilajetit Kosovës Shkupin. Dhe në këto rrethona Perandoria Osmane u tregue pafuqishme karshi kësaj vale kryengritëse. Ndoshta kështu po krijohej një momentum që shqiptarët ta shpallnin pavarësinë, mirë po edhe këtu pati pak si me thonë, brenda lëvizjes kombëtare pati pak fraksione, nuk ishin të gjithë për një shkputje të menjëhershme nga Perandoria. Kush ishte kundër në këtë rast? Kemi pas një 2-3 rryma që Hasan Prishtina ishte për shkputje, dhe ai mendonte ashtu, po ishin një grup I patriotëve tonë që mendonin se shqiptarët do të ishin të pa fuqishëm për të mbrojtur nga pandimën ose besonin ende se Perandoria Osmane do të reflektoj për të drejtat e shqiptarëve dhe shqiptarët do të jetojnë edhe matutje. Këtu ishin, do me thonë, këtë krahë mbështesnin edhe Isa Boletini, edhe Idris Seferi, edhe Hasan Hysen Budakova, edhe Riza Bej Kryziu. Pra janë një plejade e patriotëve shumë të rëndësishëm dhe me shumë vlera, por që në këtë moment historik kishin një orientim pak më ndryshe, ata mendonin që nuk duhet shkputja e menjëhershme për Perandorisë Osmane. Që megjithatë në shpalljen e pavarësisë prap ishin pjesë. Po, definitivisht sepse Perandoria dështoi të përmbush ato çka tash po I them. Hasan Prishtina hyri në bisedime në këto rrethona me një program për 14 pikave të tij, që ishte në fakt një program për një autonomi të zgjeruar të shqiptarëve në kuadër të Perandorisë Osmane, pra bashkimin e vilajeteve
dhe krimin e një vilajeti autonom në kuadër perandorisë osmane, që në nënkuptonte që regrutët shqiptarë të shërbenin në tokat, përmenen në vilajetet shqiptare, që të ardhurat që vileshin nga taksat, të shpenzoheshin, që të hapeshin shkolla, që administratat të funksiononte në gjuhën shqipe, gjitha këtu, ishin të arriturat e konsiderueshme, po fatkeqësisht Perandoria Osmane nuk i zbatoi dhe në ndërkohë shtetet ballkanike të nxitura nga Rusia po përgatisnin aleancën ballkanike për ta sulmu Perandorinë Osmane në këtë, si me thonë, pjesën e saj që njihej si Rumeli perëndimore ose në çdo zotrimet që janë në Shqipëri, në Maqedoni, ku akoma ishte Perandoria Osmane e shtrirë. Dhe në 16 dhe 17 tetor 1912 filloi lufta e parë ballkanike. Një luftë e 4 shteteve ballkanike kundër Perandorisë Osmane. Shqiptarët do të gjenden këtu në një pozicion të vështirë sepse as shtetet ballkanike nuk i ftuan që të luftojnë bashkë dhe të jenë aleat, sepse dihej mirëfilli arsyeja pse nuk i ftuan, sepse kishin pretendime të ndanin tokat shqiptare të ndanin me styre kur të mundej Perandoria Osmane dhe realisht ashtu ndodhi. Këtë e vërteton edhe një aneks sekret i marrëveshjes për aleancën ballkanike që nuk ishin bë publik, po që parashihte ndarjen e territoreve edhe mes Serbisë, Malit Zi, Bullgarisë dhe Greqisë. Dhe në këto rrethona kur filloi lufta e parë ballkanike, shqiptarët jo që su bën pjesë e aleancës ballkanike, sepse aleanca s'kishte qëllime të mira ndaj shqiptarëve realisht, por edhe Perandoria Osmane nuk i ftoi ata që të bëhen pjesë e rezistencës në këto luftra. Do metën në mes të dy palëve. Jo, realisht shqiptarët do të rezistojnë kështu në mënyrë vetanake, në mënyrë spontane, do të reagojnë, kemi betejat për, domethënë, emërdare, ndaj të dyja palëve? Jo, do të luftojnë ndaj forcave serbe që pretendonin me hyj tash në vilajetin e Kosovës, nga drejtimi i Mërdarës, do të luftojnë edhe në gryken e Ibrit për ta penguar armatën e Ibrit, si quaj ajo formacioni serb që nga veriu donte me hyj në këtë pjesë, dhe sigurisht ushtria osmane u përqendrua më shumë në mbrojtjet e Kumanovës, betejë më e madhe e luftës parë ballkanike, cilën e humben forcat osmane, çuditërisht mjaft mirë të pajisura, me numër të madh të ushtarëve, por si duket nuk ishin shumë disponim për të luftuar, sepse Perandoria ishte në një farë dekadence goxha të shpejtë. Dhe në këto rrethona ushtrit ballkanike që t'i bi shkurt, depërtuan me një shpejtësi të madhe, për më pak se 3 javë i pushtuan territoret shqiptare, po thuaj, i depërtuan në të gjitha drejtimet. Mali Zi mori një pjesë të Dugaxhinit, pastaj dhe rrethoi Shkodrën dhe e mbajti të rrethuar deri në mars kur edhe do ta pushtoi. Ndërkaq Serbia arriti me pushtu vilajetin e Kosovës, me hyrje në Shkup nga drejtimi i Kumanovës, pas humbjes disfatës e osmanëve, me hyrje në Prishtinë nga drejtimi i Mërdarës dhe me shku në drejtim të Dugaxhinit, ky formacioni që nga Mitrovica ka Istogu shkojnë në drejtim të Dugaxhinit. Dhe këto 3 ushtri në një farë mënyrë arritën me përshku territorin e Shqipërisë dhe me dalë në Shëngjin dhe në afërsitë të Durrësit. Sigurisht që rezistenca më e madhe që u ka bën forca serbe nga shqiptarët, tu ekskluzivisht nuk ka pas të bëjë me forca osmane, është betejë e Lumës, do me thonë në drejtimin, ju e dini Luma është rrethina e Kuksit sot dhe mes Prizrenit dhe Kuksit, dhe aty është bën një betejë e madhe që dokumentet serbe e kanë, nuk e egzagerojnë, po flasin për më shumë se 1000 ushtarë të vrarë serb, që është humbja më e madhe e serbëve në luftën e parë ballkanike, por që do me thonë nuk arrit më u ndal ky invazion, dhe në këto rrethona tani mundi me imagjinu sa të ndërlikuara u bon në teren këto rrethona, duhej ndërmarrë diçka për ta shpëtuar ato që mund shpëtohen në këto moment. Dhe që ishte mbetur për pa u... Që ishte mbetur pa u pushtuar, sepse mos të harrojmë se edhe ushtrit greke kishin filluar ekspansionin e tyre nga jugu, duke marrë Korçën, duke marrë, domethënë, Himarën dhe duke i ofruar Vlorës. Pra, po flasim për rrethona tepër të komplikuara. Dhe në këto rrethona u morë vendimi që të shpallej pavarësia? Në këto rrethona... Si u zgjodh provë pastaj... Në këto rrethona, veç ta shohim të shkojmë me një trajektore të shpejtë, kështu duke t'i lidhim gjërat. Grupi i patriotëve të udhëhequr nga Ismail Qemali, që kishte marrë mision t'i bindë fuqitë e mëdha se po prishej status quo territoriale në Ballkan, se ushtrit ballkanike si me thonë, po e zgjidhnin në favor të tyre atë që njihet si çështje lindore, pra
për zgjidhnin fatin e perandorisë osmane në favor të tyre, dhe kjo nuk ishte në të mirë as të fuqive të mëdha, po sidomos të fuqive të mëdha që ishin pjesë e bllokut fuqive qendrore, Austro-Hungaria, Gjermania dhe Italia, nuk ishin thjesht ishin kundër kësaj lloj zgjidhje, që serbët dhe malazezët të dalin në Adriatik, që domethënë që grekët të pushtojnë pjesën më të madhe të Shqipërisë dhe që normalisht në këto rrethona prisheshin planet e fuqive të mëdha. Dhe Ismail Qemali si njëri nga, si me thonë, veprimtarët, patriotët më të mëdhaj, me eksperiencën më të madhe në fushën e diplomacisë, duke qenë se kishte shërby në pozita shumë të larta në perandorinë osmane, mori përsipër me një grup patriotësh që të lëviz nga Stambolli në drejtim të Bukureshtit dhe krejt të bëhen gjatë muajit nëntor fundit tetorit, fillimin nëntorit 1912, në kohën kur ushtrit ballkanike realisht e nisën ekspansionin në drejtim të tokave shqiptare. Ata nga Bukureshti morrin një mbështetje aty nga kolonia shqiptare që ishte atje, edhe mbështetje financiare që ju duhej për të lëvizur, dhe nisën për në Budapest dhe në Vjenë. Në Vjenë qëllimi ishte për të ataku Bertholdin, ministrin e jashtëm aso kohë të perandorisë austro-hungareze, njeri me ndikim dhe i cili kishte, si me thonë, qatë një farmyre ishte iniciatori që asoj ides që një farmyre Balkani duhet jetë zone e influencës austriake dhe jo e dikuj tjetër, e influencës austro-hungareze. Kur kihet parasysh se Kroacia, Slovenia, Bosnën nga vitin 1908 ishte aneksu dhe kufiri Austro-Hungarisë kishte ardhur gati në Sanxhak. Dhe normalisht synimet ishin që ai të zbriste edhe më poshtë deri në drejtim të Selanikut, pra krejt bregdeti lindori i Adriatikut ishte zonë e influencës Austro-Hungarisë. Dhe tani ky ekspansioni serb, mbrapa të cilëve ishte Rusia dhe Austro-Hungaria ishte e bindur për këtë, i prishte shumë planet e Austro-Hungarisë. Dhe normalisht që Ismail Qemali duhet të pritej nga Bertholdi, a ju prit, po paraprakisht to shumë me interes me thonë që në kujtimet e Ismail Qemalit mësojmë se Ismail Qemali e pati një takim privat, para se të takohet në takimin e tij zyrtar në Vjenë, e pati një takim privat me Bertholdin në Budapest, me ndërmjetësimin edhe të ish ministrit jashtëm të Austro-Hungarisë Kontit Andrashi, po edhe të mikut të Ismail Qemalit Benedetit, u mbajt në shtëpinë e këtij të fundit, u mbajt një takim sekret midis Bertholdit dhe Ismail Qemalit. Vetëm këta dy? Vetëm këta dy, dhe ka një, domethënë në kujtimet e Ismail Qemalit thuhet që Bertholdi këtu ju dha, si me thonë, dritën jeshile që duhet të nxitoni, të shpallni pavarësinë dhe pastaj gjërat do të lëvizin sepse edhe ne do t'jemi në mbështetje të kësaj. Të nesërmen ose të pas nesërmen, kur takimi u bë në Vjenë, takimi zyrtar, aty ishin tonet më të përmbajtura, më diplomatike, por që Ismail Qemali mori mbështetje të drejt për drejt nga Austro-Hungaria, kjo shihet edhe përmes faktit se aty u siguru një anije që të lëvizte sa më shpejt në drejtim të Durrësit, dhe domethënë për të bën këtë aktin e shpalljes pavarësisë, një anije austriake, e cila kishte një farmënyre, kishte dhënë urdhën që të mos preket Ismail Qemali edhe kur zbritin nga anija, sepse në këtë pjesë të Adriatikut tashmë kishin e kontrollonin, serbët nuk ishin larg, turqit ishin në qytet dhe grekët e penetronin Bregdetin me anijet e tyre, por siç e dini, këtë pjesë e kemi mësuar edhe nga filmi Nëntori i dytë, që ajo eskorta Ismail Qemali dhe eskorta e tij do të arrijnë për shkak se të pamundësisë me shpall pavarësinë në Durrës. Që ishte paraport dhe ishte paraport në Durrës, por gjërat kishin lëvizur në ndërkohë. Ishte mjaft e pasigurt që aty mund të realizohej ai akt. Ishte mjaft e pasigurt që mund të vinin lehtë delegatët nga krahina tjera në Durrës. Pse ishte kjo? Sepse ishin ushtrit ballkanike afër, ishte ushtria turke që nuk e njefte këtë akt dhe bile Ismail Qemali ne kishte një farmyre gati dënuar në mungesë. Dhe arrjedhimisht A ishte e vërtetë edhe që edhe Vjena edhe Roma kishin kërkuar që të ishte shpallja pavarësisht në Vjenë bregdetarët e Adriatikut, Durrësi, Vlora, domethënë këto pjesë. Por sipas sa janë të vërteta edhe disa kujtime të Mustafa Krujes, ish kryeministit pastaj të Shqipërisë asaj kohë 41-43, që thotë se
ishte paraport Durrësi, por që nuk jep kjo një siguri edhe për shkak se ishin shumica muslimane dhe atëherë Hamit Toptoni, që ishte komandanti i batalionit territorial të Durrësit, nuk kishte dhënë siguri që mund t'i ndalte, do të thotë edhe t'i ruante delegatët e cilët do ta shpallnin pavarësinë. Prandaj edhe u zhvendosen në Durrës. Janë këto të vërteta edhe po është kështu? Sigurisht që rrethonat kanë qenë, kur e thash, shumë të ndërlikume, e mendova edhe këtë pjesë. Domethënë një pjesë e klerit musliman ishte, domethënë, një farë mënyre, kështu në mënyrë fanatike, ishte prorujtjes sundimit Osman dhe raporteve që kishte me portën. Individ nga komuniteti musliman, pa diskutim, se dhe vetë Ismail Qemali është musliman, nuk diskutohet që ishin një farë mënyre ishin shumë të orientuar drejt dhe në frymën më patriotike dhe ishin barës të proceseve. Por që kleri, sidomos musliman, nuk edhe ju e dini ato debatet e vështira që ka edhe me përfaqësuesin e kishës, me përfaqësuesin me imamin e vendor, po e dini edhe me përfaqësuesin e kishës katolike dhe të kishës ortodokse, asnjëra nga shtetet që në farë mënyre nuk ishte shumë në favor të krijimit të një shteti shqiptar, nuk e mbështes të idenë. Dhe normalisht që ishte vështirë me kriju një mbështetje publike për opsionin e pavarësisë në një vend ndoshta ku ka kaq shumë, si me thonë, mos pajtime me ta. Dhe po mbi të gjitha, arsyet kryesore ishin se nuk ishte sigurt shpallja e pavarësisë në Durrës, prandaj u detyru Ismail Qemali që të jap urdhër që delegatët të nisen për Vlorë dhe atje të bëhet shpallja e pavarësisë, të bindur se, jo të bindur, por realisht ishte akoma ma lehtë mbrojtur, për ta mbrojtur, po dhe akoma nuk ishte kërcënu drejt për drejt nga ushtrit ballkanike. Dhe mendoj që shpejt akti i shpalljes pavarësisë do të mobilizonte një ushtri vullnetare shqiptar për ta mbrojtur atë pavarësi, diçka që ndodhi. Janë zhvilluar luftime deri në Llogara, kanë mri greket dhe aty janë dalë nga forcat që tashmë qeveritare në mbrojtje të pavarësisë, sikundër që edhe serbët nuk kanë marshu matutje edhe për shkak se fuqitë e mëdha e kanë njoftë, domethënë jauna prej dispozitave se sa po shpallet pavarësia, domethënë kemi një veprim të fuqive të mëdha me insistimin e Austro-Hungarisë, thirrja e një konference të ambasadorëve, e cila kishte dy detyra, njohjen e krijimit të një shteti autonom shqiptar, dhe caktimin e kufive të tij verior dhe veri lindor, fillimisht e pastaj edhe aty në jugor. Domethënë kjo ishte këtu kombinohet realisht veprimi i shqiptarëve do të ishte i pa efektshëm sikur mos ishte i koordinuar me një pjesë të fuqive të mëdha. Në këtë asaj kohe, pa diskutim, po flasim për Austro-Hungarinë, e cila thash me çdo kush dëshironte me ndalë daljen e serbëve në Adriatik, sepse e konsideronte pastaj të humbur çatë influencën e saj në këtë pjesë të Adriatikut. E që ishte me shumë interes ta kishte. Pikërisht. Domethënë ajo e konsideronte që një shtet shqiptar i dobët sigurisht që do të ishte më i përshtatshëm se një fuqi përmes serbëve mund të futeshin interesat ruse në atë pjesë dhe pastaj ishte problem për t'ju kundërvend. Dhe normalisht që këtu përputhen interesat e një grupi të fuqive të mëdha me interesat e shqiptarëve që çojnë në shpalljen e pavarësisë, tash në rrethona mjaft delikate, se ajo pavarësi u shpall, domethënë Shqipëria u shpall si një shtet autonom nën suzerenitetin e sultanit, por nën mbikëqyrjen e fuqive të mëdha. Pra ishte një farë gjysmë pavarësie, por një pavarësi pa diskutim me mbikëqyrjen, si ajo e Kosovës e vitit 1908, nëse mund me bëj çit paralele. 2008 po. 2008. Po, profesor, a ishte, ku i kishte, si me thos, synimet aso kohë pavarësia, shpallja e pavarësisë nga Ismail Qemali në Vlorë e kufit? A i kishte kufit e tashëm të Shqipërisë, i kishte më të vogël, apo synonte që ti të bënte, edhe a janë të vërtetë ato që dëshironte që ti bënte një lloj kantone, sikur të kishte dhe Zvicra, të kishte... Shikosh, pavarësia e Shqipërisë u shpall, por ajo Shqipëria u shpall si shteti i shqiptarëve, dhe kjo nënkupton të gjithë shqiptarëve. Por çështja e kufive është çështje e një
real politike, një politike të mbështetur të fuqia që vepron në terren për t'i caktuar ata kufi. Dhe normalisht shqiptarët nuk do ta kenë që të faktorin, si me thonë, real politik, faktorin e fuqisë për t'i caktuar vetë kufit, për t'i shty ushtrit intervencioniste, ushtrit ballkanike që kishin hyrë në territoret shqiptare. Dhe rrjedhimisht çështja e kufive u la të diskutohej për muaj të tërë në konferencën e ambasadorëve në Londër. Dhe janë të dhimbshme ato debate në konferencën e ambasadorëve sa i takon kufirit verior dhe verilindor të Shqipërisë. Për shembull, për Gjakovën u debatu gjatë me argumentet austro-hungarisë se duhet të mbetej Shqipërisë për shkak se është e vetmja qendër urbane prej ku furnizohet malësia, pastaj malësia e Gjakovës dhe ajo e mbi Shkodrës, dhe normalisht argumenti ekonomik përdorej shumë për ta lënë Gjakovën brenda Shqipërisë. Dhe së fundi, do me thonë, prapo shumë e dhimbshme çështja e kufinit verior dhe verilindor të Shqipërisë, sepse fuqitë e mëdha banin edhe nga pak, si me thonë, kompromise mes tyre. Për shembull, ministri i jashtëm britanik, Lordi Grey, u lodh nga stërzgjatja e konferencës dhe i kërkoi në farë mënyrë mirëkuptim ambasadorit gjerman, i cili ishte në mbështetje të kërkesave të Austro-Hungarisë, që ishin në fakt kërkesa për një kufi deri aty ku shtriheshin me shumicë shqiptare, pra një kufi relativisht optimal të një shteti me shqiptarë, të një shtetit shqiptarëve. Mirë po duke qenë se serbet e kishin me kamngulje, pala ruse insistante që shteti shqiptar të jetë sa më i vogël, të ketë një dalje të Serbisë në Adriatik, tash për t'i kundërshtu këto, pati sukses Austro-Hungaria, që ta pamundsoj atë dalje, pra që të heqet nga tryeza çështja e daljes në Adriatik e Serbisë, dhe pastaj të çështja e kufinit Serbia ka nguli. Dhe siç e thash, ambasadori i Gjermanisë dhe ministri i jashtëm Grey, që ishte Nikoqir, u dakurduan që pola austriake të zgjedhë mes Shkodrës dhe Gjakovës. Njëra duhet t'i mbetet Serbisë, ose Molit Zi, dhe tjetra t'i mbetet Shqipërisë. Dhe kompromisi erdhi sepse Shkodra ishte shumë më e rëndësishme për Shqipërinë në këtë kohë, se ishte, do me thonë, një qendër e vjetër edhe kulturore dhe tregtare dhe edhe bregdetare e rëndësishme. Dhe në këto rrethona Austro-Hungaria lëshoi pen fund vetëm për ta mbyll konferencën në një afat, si me thonë, maksimal që u shty, për ta mbyll konferencën, duke lënë të hapur çështjen e kufirit jugor, që duhet të bisedojmë më vonë. Dhe normalisht një sfidë tjetër që i doli fuqive të mëdha ishte që t'i largojnë tash ushtrit ballkanike për ta respektuar këtë kufirin e ri që vendosen në Londër. Pra çështja e kufive nuk ishte në dorën e shqiptarëve. Sigurisht, do të thonë fuqitë e mëdha vendosnin mbi fatin edhe kufite e territorit shqiptar. Është një rast eklatant kur fuqitë e mëdha caktojnë kufite e shteteve të vogla. Shqipëria është një rast eklatant i kësaj, i këtyre padrejtësive që bën. Jo, tani kemi pas në raste në histori shumë në vende tjera, domethënë ku fuqitë e mëdha koloniale kanë caktuar kufi në procesin e dekolonializimit, e keni po hartën e Afrikës është krejt sikur me vizore e bone, me kufit të drejtë, sepse nuk u kqyr ky, domethënë, kriteri etnik, kush ku jeton, po kush e ka pas këtë pjesë, kush këtë pjesë. Sigurisht që në këto rrethona, fuqitë e mëdha e caktuan edhe një komision ndërkombëtar, të njihet si Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit, i cili do ta qeveriste Shqipërinë, sepse Shqipëria u shpall si shtet në mbikëqyrjen e fuqive të mëdha. Dhe edhe pse shqiptarët e krijuan menjëherë mbas shpalljes pavarësisë, e krijuan një qeveri të përkohshme, të udhëhequr nga Ismail Qemali, edhe ku ishin emra të mëdhaj si Luish Gurakuqi, si Mehmet Poshderalla, si Ministri i Mbrojtjes, ku kemi, domethënë, mirë po për një kohë shumë të shkurtë, siç e dim, domethënë fuqitë e mëdha bën presion që kjo qeveri të shpërndahej, sepse nuk po arrinte me shtri pushtetin në gjithë Shqipërinë, dhe normalisht fuqitë e mëdha nuk merrnin obligime për ta mbështetur këtë qeveri që s'kishte një farë mënyrë mjaftueshëm legitimitet, dhe Ismail Qemali, siç e dimë, u detyrua në janar të vitit 1914 ta shpërndajë qeverinë e përkohshme, dhe fuqitë e mëdha që në konferencën e Londrës ishin marrë vesh që Shqipëria, se harrova ta them, do të qeverisej nga një princ, nga një i huaj,
për cilën do të dakordoheshin fuqitë e mëdha. Dhe ky dakordim u arrit në fillim vitit 1914, kur u caktua princi Wilhelm Wide, i cili erdhi në prill vitit 1914 dhe mori fronin e të parit të Shqipërisë. Dhe kjo njihet si periudha e Princ Vidit, ai nuk qëndroi më shumë se 6 muaj, siç e dim, për shkak edhe të rrethonave të vështira, të brendshme, po edhe të zhvillimeve ndërkombëtare, sepse bota u fut në luftën e dytë, në luftën e parë botërore. Megjithatë, të kthehemi vetëm edhe pak tek shpallja e pavarësisë në Vlorë pastaj. Si u bë profesor përzgjedhja e delegatëve që do të merrnin pjesë në shpalljen e pavarësisë në firmosjen e aktit të shpalljes pavarësisë, edhe të njëjtën kohë si ndodhi me Ismail Qema, Isa Boletinin, pse u vonu pastaj ai, pse nuk u prit Isa Boletini, ka shumë polemika rreth kësaj, pse nuk u prit edhe Isa Boletinin. Ndonë se ju e përmendët që ishte pak a shumë kundër. Ne historiantë, jo, ai nuk ishte kundër. Kuptimin donte tjetër. Në këtë kohë është njëri nga ata veprimtarët edhe luftëtarët më të mëdhenj, edhe për pavarësisht se gjërat kishin ndryshuar, por unë thash në një periudhë tjetër, por Isa Boletini e kishte të pamundur me mrrinë në datën që kishte caktuar Ismail Qemali për ta shpallë pavarësinë. Sepse ai u përball me luftime, domethënë dhëm me forcat serbe për të shpëtuar më shumë popullatën civile, e cila ishte zhvendosur tashmon nga vatrat e tyre, nga ushtrit serbe që kishin depërtuar në vilajetin e Kosovës, edhe që po e depërtonin krejt Kosovën dhe duke ndjekat politikën e tokës së djegur. Dhe Isa Boletini është njëri nga luftëtarët më të devotshëm të kësaj rezistence. Sigurisht ai u vonu dhe Ismail Qemali nuk e kishte, si me thonë, të mundur me e prit për shkak të situatës shumë emergjente, shumë akute që ishte, nga që ushtrit armike, ushtrit e shteteve ballkanike po ofroheshin, madje po i ofroheshin siç e thash edhe Vlorës. Greket kishin marrë Gjirokastrën dhe kishin marrë Himarën dhe ju kishin ofruar, domethënë ju kishin ofruar Vlorës. Ishin tu ju ngjit në malet e Llogaras për të hyrë në Vlorë. Dhe normalisht që kjo është situatë tepër e vështirë, malazezët thash kishin rrethu Shkodrën, ndërkaq serbët po mbanin një pjesë të krahit të territoreve në mes Durrësit dhe Shëngjinit. Dhe në këto rrethona Ismail Qemali s'mund humbiste më asnjë gjë. Ai bëri, si më thonë, mori vendimin e duhur. Isa Boletini s'pakut nuk ka dokumente që o ndi i prekur apo o ndi janë shkaluar në këtë. Madje Isa Boletinit i është lënë mundësia që ta marrë edhe postin e ministrit mbrojtjes, dhe ai ka vendosur në favor të Mehmet Pash Derallës, duke thonë se ky është një oficer i shkolluar, ndërkaq unë jam një luftar i lirisë, por jo i shkolluar dhe nuk e duket post, por që e ka mbështetur Ismail Qemalin shumë fuqishëm. Përderisa fati patriotëve tjerë që mbetën duke luftuar kundër ushtrive serbe në Kosovë, e kam fjalën për Hasan Prishtinë, njërin nga kreatorët më të mëdhenj të kryengritjes, organizatorët e kryengritjes përgjithshme shqiptare. Ai së bashku me Idris Seferin dhe një grup luftëtarësh u kapen nga armata e dytë dhe e parë serbe. Armata e parë serbe kishte hyrë në Shkup nga drejtimi i Kumanovës dhe ishte për t'u taku, ndërkaq armata e dytë serbe kishte marrë Ferizajin dhe ishte nisur drejt Grykës Kaçanikut. Dhe shqiptarët u gjendën tash të rrethuar nga dy armata shumë të mëdha dhe u kapën rob. Dhe në aktin e shpalljes pavarësisë së Shqipërisë, Ismail Qemali, që ndoshta është njëri ndër më meritorët për këtë akt, për këtë shpallje, u qej privuar që të jetë fizikisht aty, ajo ishte bashkë me Idris Seferin i mbyllur përkatësisht i burgosur në burgun e Kalemegdanit dhe me ndërhyrjen e fuqive të mëdha më vonë. Por që ishte i ftuar Hasan Prishtina, që të ishte pjesë e kësaj. Patjetër. Shiko, unë di që historian, një pasionant, jo historian, po edhe bashkohani këtë kohës kanë ngrit disa dilema në kujtimet e tyre, por gjërat nuk janë ashtë të thjeshta. Njerëz shqiptarët sidomos kanë ka pak edhe komplekse. Aty ku nuk është vetë protagonist, donë me zbe shkelqimin e atyre që i kanë pri lëvizjes. Dhe kjo fatkeqësisht kjo dukuri na ka përcjell dhe po na përcjell edhe në ditët tona. Kjo nuk qëndron. Në rrethonat tepër komplekse që ishin kriju,
veprimet që ndërmori Ismail Qemojli ishin veprimet ma racionale dhe ma të koordinuara me fuqitë e mbatë kohës që e mbështetnin çështjen shqiptare. Sepse kishim edhe grupin e fuqive tjera që thash me Rusin, me Francën dhe me Britaninë e Madhe që ishin në një aleancë tjetër kundër Austro-Hungarisë, Gjermanisë dhe që nuk kishin interesa në Shqipëri. Gjëri, po flas për Britaninë, ajo kishte deklaruar që s'ka interesa në Shqipëri, ndërkaq Franca mbështet te projektin rus, që një Shqipëri sa më e vogël dhe një Serbi sa më e madhe. Dhe normalisht që këtu ne përballë këtij rivaliteti mes fuqive të mëdha të pozicionuara tash në dy aleanca, Ismail Qemojli ishte në, si më thonë, në korrent, ishte në koordinim me bllokun e fuqive që e mbështesnin pavarësinë e Shqipërisë në krye me Austro-Hungarinë. Prandaj gjitha veprimet janë marrë ato më të mira të mundshme në ato rrethona. Dhe tani mund ta fajsojmë Ismail Qemojlin për 100 gjëra, por Ismail Qemojli mbetet, domethënë, njëra nga figurat më të kompletuara dhe më kontributore të lëvizjes për pavarësinë e Shqipërisë. Pra nuk kishte profesor, si më thonë, linje anash të Kosovës dhe përfaqësuesve të saj? Përkundrazi Ismail Qemojli është shumë, domethënë, Kosova kishte mbet, si më thonë, sepse ishte pushtuar nga ushtritë ballkanike dhe Ismail Qemojli nuk kishte forca që ta shlironte. Po flasim për një përpjekje me e shpall një shtet më shumë, me e shpall në mënyrë fiktive, në letër, që pastaj me u bote me fuqive të mëdha për t'i dhënë, si me thonë, fizionomi dhe për t'i dhënë territor atij shteti, se sa në praktikë. Ismail Qemojli nuk kontrollonte me forcat e tij, kontrollonte shumë pak territor. Dhe ne duhet me qenë shumë realist, shumë koshient. Me jetu pak një mënyrë me provu me u kthy në ato rrethona për me kuptu që Ismail Qemojli bëri më të mirën e mundshme dhe prandaj për mua duke popës parasysh edhe mënyrën se si jetoi ai, vdekjen e tij, një njeri që çështjen kombëtare e kishte prioritet, jo familjen e tij, e cila, siç e kemi pa më vonë, domethënë ka qenë e shkapërderdhur, e shpërndam, nuk kishte asnjë interes personal, është figura më krahas tash, Hasan Prishtinës, krahas Isa Buletinit, e të tjerëve, Idris Seferit, e plot të tjerëve. Sigurisht, sepse vetë të ishte pamundur. Hasan Prishtina është, domethënë, edhe jo rastisht, jo është dhona i vend në histori, unë menoj që jo është dhona vendi i merituar. Sigurisht që në lëvizje gjithmonë ka një të parin. Ka shumë që janë, sa i pari, gjithmonë është i pari në mesin e barabartë. Se ka shumë patriot tjerë që janë po aq të rëndësishëm, po aq kontribut të dhënës, sa dhe i pari, po gjithmonë do t'jetë një i pari. Dhe ne shqiptarët menoj që këtë fenomen duhet këtë fenomenin e xhelozisë që kemi i natëve personale me figurat të ndryshme të kombit, duhet mundësisht ta te i kalojmë. Ta te i kalojmë sepse apo i bin tani pishman, sepse s'dolen s'ishin ata të parët, se morën Bajraku, kur ishin ofert tina, ta them. Pikrisht, po, shikoni, gjithmonë për popujt e vegjël, elitat e atyre popujve, që ata lideret e tyne, ka shumë rëndësi se sa kanë, si me thonë, sa kanë afiliencë edhe sa kanë aftësi me u orientu drejt, me kriju partneritet me vende që edhe ato ndojnë interesat caktume për me mbështet atë popull dhe atë vend, dhe vetëm ato aleanca japin rezultate. Dhe normalisht vorën shumë edhe nga konstelacioni ndërkombëtar i përgjithshëm. Se ne për shembull gjatë luftës së ftohtë, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë çajt ndoshta që shqiptarët e Kosovës e kanë pas informacione, shqiptarët e Kosovës po shpërngulen, po përsekutohen, pastaj e kanë ditë që në Shqipëri ka një regjim autokratik që po i shtyp fjalën e lirë, po i shtyp mendimin e lirë. Mirë po duke qenë se ka qenë, domethënë, çaj konstelacion ndërkombëtar ku kjo zonë e Ballkanit ka qenë më shumë zonë influencës sovjetike, ata nuk janë përzi deri kur ka ra komunizmi, kur është përbën Bashkimi Sovjetik. Dhe me njëherë pastaj kanë filluar me u involvu. Ju e dini, 90-ën vizita e senatorëve në Prishtinë, 93-ën ajo vrejtja e Bushit, do me thonë vija e kuqe që mos ndërhyn. Hapja konsulatës hapja e zyrës ndërlidhëse në Prishtinë.
Krejt to vinë në një kohë kur krijohen mundësit. Prandaj leadershipi i një popullit vogël do të me qenë mbi të gjitha, do të me qenë i shkallët, i aftë, që t'i lexoj mirë këto lëvizjet gjeopolitike dhe të orientohet drejt dhe të kërkoj aleanca me ata që vërtet munden me i ndihmu. Po, profesor, ka fundi ta prekim pak edhe dy çështje të shkurtra kështu. Si ishte vendos që flamuri atëhershëm të ishte ai që u vendos, që u dolin, domethënë Ismail Qemali në balkon dhe vendosi. Si ishte vendosur për këtë flamur? Ka të dhëna se do duhet të ishte Shqiponia në mes të një, si më thonë kështu? Shiko, heraldika e spjegon, do me thonë flamujt me këtë lloj Shqiponie janë të proveniencës bizantine dhe ata janë bo pjesë e flamujve pastaj pas shpërbërës perandorisë bizantine të shumë popull. Edhe popull tjerë, do me thonë të ngjajshëm, edhe austriakët e kanë një flamur, do me thonë e kanë një flamur me bile u mendu një herë kur u shpalos flamuri shqiptar që mos e kemi marrë flamurin e Austrisë. Mirë po... Sepse ndryshon Shqiponia nga ajo e sot, me që është. Po, sigurisht, po ajo ishte stema e kastriotëve. Dhe normalisht që krejt rilindja kombëtare e kishte ndërtu qatë platformën e rilindase, qatë platformën e kishte ndërtu mbi qatë periudën e lavdishme të shtetit të Skënderbeut, pra të rezistencës Skënderbeut. Skënderbeu ishte simboli i identitetit shqiptar që ndikoi mas shumtin e krijimin e kombit shqiptar. Dhe marrja ati simboli për shtetin e parë shqiptar që po krijoi shtetin modern shqiptar ishte vendim logjik. Sigurisht Fajkonica ka ndihmu në përzgjedhjen më herët dhe e ka propozuar si një flamur që mund të jetë flamuri i shqiptarëve dhe pastaj është bërë zyrtarisht flamuri i shqiptarëve. Sigurisht që çështja e flamurit se bëhet fjalë për simbole identitare që kanë fuqi kështu në një farë mënyrë kanë fuqi tek mosat. A keni pa sa u bë debat për çështjen e flamurit të Kosovës. Na su në merr shumë vesh me na pas lënë fuqit shtetet mike që na ndihmuan me shpall pavarësinë, ne s'do të arrinim me bëni, se shumica do të ishin për flamurin e Shqipërisë, ajo ishte për flamurin shqiptar që e kemi, ajo ishte pamundur për shkak se Shqipëria është një shtet tjetër, na po duhet bënim një shtet të ri. Një pjesë tjetër ishte për një flamur që presidenti Rugova e pa të bën si flamur me simbolet e Dardanis antike, këtë flamurin kombëtar, me do elemente tjera. Dhe dikush tjetër do të mendon të krejt një flamur tjetër, dhe sigurisht çështjet e flamurit gjithmonë, po mendoj simboleve shtetërore, gjithmonë zgjojnë një farë mënyrë debat, zgjojnë edhe pak kënaqësi, dhe në rastin konkret, edhe këtu nëse më pyesni mua mendimin tim personal, them që flamuri, po mendoj, më i duhur, imazhi më i fortë, më i fuqishëm për shtetin shqiptar është ai që u përzgjodh, sepse vetë një farë mënyrë për një kohë shumë të shkurt, fuqia që mori ai, simbolika që mori ai flamur u bë qaq e fortë sa që në Kosovë që kemi qenë kënaqë të robruar, e që kemi pas deri në vitin 1968 të ndaluar këtë flamur, ne dim që shumë njerëz janë shku në burg vetëm për mbajtje të fshehtë të këtij flamuri. Pra ai simbolizon të kombin. Me pas një flamur të tillë në shtëpi ose një flamur qoftë të vogël të fshehur në shtëpi, në një moment caktuar e jepje krejt pasurinë me pas ato. Dhe sigurisht që pranoj edhe me u përsekutu për to. Ne e dim, njëna prej arsyeve për, domethënë, vrasjen mizore që i bëhet patriotit Fazli Grajçevci ka qenë flamuri. Kërkesa për flamur dhe mbajtja e flamurit në mënyrë të haptë, dhe sigurisht që i ka kushtu me jetë. Kjo është fuqia që merr një simbol kur është tamam i qelluar. Dhe unë menoj që flamuri... A janë edhe ngjyrat, prof, të përzgjedhura kuq edhe ze, kjo e kuqja e cila personifikon një vështirësi, gjakun, që këshin sakrifikuar pe Gjergj Kastriotit e këndaj. Shqiponia zezë është edhe ngjyra reale e Shqiponjes. Por dhe vendosur në të kuqe. Në të kuqe, pra një Shqipon që po fluturon në përgjak për të bën ajo që u bën pastaj, simboli shtetit. Evoluimi tina pastaj, vendosja e yllit, pastaj këto si kanë, edhe evoluimi i vetë Shqiponjes, si ka ndodhur, është reale i hup identiteti saj apo jo? Tani, shiko,
ne kemi pas 2 shtete shqiptare, po mënej 2 regjime shqiptare që e kanë rujt me gjithato këtë, me pak, si thash, modifikime, si po thoni ju, e kanë rujt njëjtin simbol. Edhe shteti shqiptar, midis 2 luftrave, pra njëherë si monarki, pastaj si republike, së fundi si monarki e Ahmet Zogut, pra në mbretërinë e Ahmet Zogut, deri në vitin 1939, po edhe gjatë luftës e dytë botërore, flamuri ka vazhdu me qenë ai flamur që e ka përcaktu kushtetuta e shtetit shqiptar, dhe normalisht me pak ndryshime nga i periudës së Ismail Qemolit. Pas luftës dytë botërore, edhe Shqipëria komuniste, që nështë o konë kogja rrezik me zavendësu me ndonjë simbol tjetër, që po për fat mirë nuk e ka ndryshu as Shqiponjen, as fushën e kuqe, por e ka shtu një element të komunizmet, pra yllën 5 cepësh, e cili o ditë që herët avon është i amputum, është një farë mënyrë e imponum si pjesë dhe që do të hiqet. Për shembull, në Kosovë, patriotët e kanë mbajt flamurin pa ylle, ata të Nacional-Demokratikës Shqiptare, ato familje. Pastaj, këto që kanë qenë ma komuniste edhe ma prom Shqipërisë komuniste, e kanë bart me ylli. Në farë ndarje të thejmë ishte pak. Po sigurisht, po qajo ka qenë një onës ideologjike që o vendosë pa drejtësisht në flamur. Se aty nuk e ka pas vendin a ylli realisht. Po shteti vendosë për simbolet, mund t'i modifikoj ato, mund t'i tjetërsoj krejt, t'i zavendsoj. Varsisht, do më thonë, edhe qëfar shteti o, qëfar regjimi është. E në rastin konkret, unë menoj që shqiptarët e kanë rujt flamurin, me pak modifikime e kanë rujt, dhe e kanë bo veprimin e duhur në gjitha qeverit që e kanë rujt. Sikundër që edhe ne e kemi të vështirë me u shkput për këti simboli, anipse e kemi simbol në shtetit tonë, pikrisht sepse shteti jonë është bon nga një lëvizje gjatë, shekullore, për ta çliru Kosovën, është bon me atë flamur. Edhe lufta e fundit është bërë me atë flamur. Dhe normalisht që Bile ka qenë shumë motivus. Motivus, pa diskutim. Dhe është shumë e natyrshme që ky sentiment të mos heqet letë, pra të jetë i fort, edhe matutje. Prandaj dhe ne ka njëherë bashkë dje kishëm një rast në një vend, s'po e përmend diku, dhe njerë që janë institucionalista, na kem tash shtetin e Kosovës, do të me forcu sa ma shumë. Dhe tash ai kishte një lokal dhe unë isha me pronarin, dhe ai kishte thonë djalit që të vendos 2 flamujt, edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës. Dhe kur shkum, po i shohem ata 2 flamuj, tha i kom thonë që nëse s'ma qet të Kosovës, nuk talon as të Shqipërisë. Do thotë, sepse ne po kem gatishmëri shpeshherë me zavendësu, me harru që ekziston flamuri i shtetit Kosovës. Që mendoj që nuk është mirë. Nuk është mirë, sepse e fuqizojmë në njëra dhe definitivt. Na duhet ta fuqizojmë këtë shtet. Duke respektu dhe mos e harru flamurin kombëtar. Sa është flamuri kombëtar i shqiptarëve. Na nuk po pretendojmë me zavendësu flamurin e shqiptarëve të Kosovës, me ju thonë ju shqiptarët e Kosovës s'keni flamur kombëtar, e keni çdo. Jo. Ky është flamur shtetëror, simbol shtetëror. Brenda në cili prezentohet gjithkohë, e keni në gjithë dokumentet. Por edhe është edhe diçka shumë i rëndësishëm. Edhe flamuri dhe stema e Kosovës e kanë, domethënë, e kanë hartën e Kosovës, e kanë territorin simbol kryesor. Kjo është shumë e rëndësishme për neve. Sepse neve po minuhet, domethënë në kuptimin që po minimizohet roli i saj duke i venduar, duke thënë vetëm i ka yjet. Jo, yjet nuk e prishin sepse Kosova ashtu është pall shtet siç nuk e ka prish as ylli flamurin kombëtar në gjatë kohës së komunizmit. Menoj që kjo harta e Kosovës në simbolet e Kosovës është simbolike e fuqishme për kundërshtarët e shtetit Kosovës. E akceptume për i krejt fuqive të mëdha që e kanë njoftë Kosovën dhe që e kanë mbështet krijimin e shtetit Kosovës. Është e akceptuar. Dhe na tash nuk guxojmë kur të tjerët na e pranojnë, na e njohin, këtë simbol që mrena e ka territorin, na me vun dyshim. Me thonë jo, ma shumë po na pëlqen ky, na tani po rrezikojmë, domethënë po si me thonë relativizojmë peshën që ka flamuri shtetëror, dhe unë menoj që zgjidhja më e drejtë është
ne mund ta përdorim flamurin shqiptar në çdo festë tonë, pa diskutim se është flamuri kombëtar i shqiptar. Po gjithsesi, shqiptarët e Kosovës në çdo festë, mendoj unë, duhet me përdorë edhe flamurin e Kosovës. Në një rrethon tjetër, nëse gjërat shkojnë drejt një unioni të këtyre dy shteteve. Pikërisht në fund, profesor, desha të pyes për këtë, edhe kryeministri në detyrë sot në urimin e tij tha që uroj së shpejti të kemi një nëntor të tretë, që themi nuk e pas kam dëgjuar. Kishte këtë që thoshte që do të ketë bashkimin, do të thonë kishte në mendje, nëse thonë nëntorin e tretë. Shikoj, ne jemi a mund të ketë një bashkim mes Kosovës dhe Shqipërisë në këto rrethona dhe çfarë forme do të mund të bëhej kjo? Përbes unë nuk e pasëm dëgju, po kam... Kishte shkrujti sot në kam Facebook. Dilemat e mia, po menoj racionale dhe bazume, se po nashta edhe pse jemi në fushat zgjedhore tash, mund t'jepen edhe këso deklarata, se për ndryshe, unë ju edheni kam qenë politik në pozita kogja të larta, dhe kam qenë edhe nënshkrues, jam nënshkrues i deklaratës pavarësisë, kam qenë nënkryetari i kuvendit kur u shpall pavarësia. Konsideroj që detyra më e shenjtë e shqiptarëve të Kosovës është forcimi i shtetit të Kosovës. Forcimi, kur them forcimi në çdo aspekt, po edhe ndërkombëtarizimi dhe afirmimi sa më i madh ndërkombëtar i shtetit të Kosovës. Antarësimi në mekanizma ndërkombëtar, antarësimi në OKB. Kur Kosova t'i kryen këtë mision, që është tepër i rëndësishëm, mund të flasë edhe për ndonjë lloj unioni mes dy shteteve shqiptare, sepse ka raste të tilla, po dy shtete të konfirmume, Shqipëria është, po dy shtete të konfirmume duhet jenë për të hyrë në negociata për diçka të tillë. Sepse edhe po deshem shqiptarët e Shqipërisë, edhe po deshem ne të hymë në çfarë do bisedime për bashkim kombëtar, këto nuk do ta lejojnë fuqitë e mëdha. Shqipëria është anëtare e NATO-s. Dhe në segmentin e sigurisë, çdo lëvizje e kufive të Shqipërisë duhet bëhet me konsenzus të krejt vendeve anëtare të NATO-s. Sepse është çështje e sigurisë pastaj. Se me automatizëm kjo do të nënkuptonte që Kosova të bëhet pjesë e NATO-s. Si pjesë e Shqipërisë, po t'ishte aq lehtë. Prandaj unë konsideroj që janë deklarata ndoshta për marketing zgjedhor, nuk e di, po nuk është mirë as të përmendet kjo se çojmë një mesazh kogja të keq. Kem do detyrat shtëpisë me i kry një herë për shtetin e Kosovës. Kemi shumë punë me bë, me forcu këtë shtet, dhe nuk janë intencat as të Shqipërisë, mendoj unë që tash që të lëviz në këtë drejtimin e bashkimit eventual, ose ndonjë ide të bashkimit kombëtar, kur ajo ka shumë, e ka, si me thonë, hap kapitullin e fundit për antarësim në bashkimin evropian. Pra që kjo është agenda, që kjo është ai, si me thonë, prioriteti, synimi, suprem, madhor i Shqipërisë në këto kohë. Ajo është anëtare e NATO-s, dhe me u bë anëtare e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, për popullin e Shqipërisë, është e arritur e madhe, po në njëjtën kohë edhe për Kosovën është një bazë më e mirë prej ku Shqipëria mund të flasë në forumet shumë të rëndësishme vendimorëse ndërkombëtare për çështjen e Kosovës. Ndërkaq Kosova duhet të përmbush detyrimet e veta, dhe unë mendoj që edhe kjo qeveri që është, edhe po që se rizgjillet, edhe një qeveri tjetër, nuk mund t'i shmang më këto prioritete. Ka mund t'i shmang me munges me qëtë farvakumin institucional, munges të do me thonë të konstruimit parlamentit e të zgjedhjes së qeverisë deri sot. Po tash ky është fundi, po thamë që mbas janarit kur krijohet qeveria e re, unë mendoj që kryeministri me bëmja bo qatë pyetje, thot nuk e di që e pas kam thonë.
ose ta jep një spjegim tjetër. E rëndësishme është që ato të shkruaj me mbesin sigurisht. Sepse ka detyra, ka në tavolinë gjëra që duhet t'i bëj. Profesor, për të folur për 28 nëntorin, për festën e flamurit, ka edhe duhen orë të tëra, ndoshta për kaq kishim kohën për sot, unë të kisha falendëruar shumë që ke sot në InfoD dhe gjitha këto shpjegime për këtë datë të madhe për gjithë shqiptarët. Faleminderit juve për mundësinë edhe një herë urime të gjithë shqiptarëve këtë datë, pa diskutim që në memorien kolektive të shqiptarëve, kjo është data më e rëndësishme. Po sigurisht të shqiptarëve të Kosovës, kësaj date ju ka shtu edhe data e 17 shkurtit 2008. Menoj që këto dy data, krahas edhe asaj të Skënderbeut, pra rikthimit të Skënderbeut në Kruj, në vitin 1443 me 28 nëntor, krahas daljes publike të ushtrisë shërimtare të Kosovës me 28 nëntor 1997, krahas ditëlindjes komandantit legjendar, mendoj që krejt të data e përbëjnë, do më thonë, qatë historinë, ato, si me thonë, pikat qendrore të historisë më të re të shqiptare. Faleminderit shumë, Indro. Kënaqësi. Shikues nderuar, ne kaq kishim për sonte në këtë natë feste, ditë feste për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, deri të hënën bashkë miropafshim.